me stafin ton kemi qenë tek shkolla Tolemet Zhuvani, shkollë 9 vjeçare, dhe më ka bërë shumë përshtypje organizimi që ka bërë kjo shkollë. Si janë organizuar dhe çfarë kanë parë te forca e komunitetit, I cili ka sjell disa rezultate shumë konkrete dhe shumë në të mirë të fëmijëve, të prindërve me radhë. Ata janë organizuar, flas komuniteti I prindërve I mësuesve, dhe kanë marrë vendimin për të, sigurisht duke pasur edhe ndihmë nga donatorët, për të vendosur disa panele diellore, të cilat kanë prodhuar X energji. Energji që sigurisht është prodhuar në këtë formë, që ka kursyer shpenzimet e tyre në rast se do ta konsumonin energji nëpërmjet OSHE-s etj. Dhe në bashkëpunim me bashkinë, po ashtu edhe me OSHE-n, këto para të kursyera I kanë marrë dhe I kanë investuar. Dhe ajo që pam ne, kur shkuam prapë se ndoqëm çështjen, është që kishin investuar te tualetet e shkollës. Dhe është fiks kjo forca e komunitetit që I ka bërë bashkë. E kuptoj. Pra ka raste mendoj, po a janë të shpeshta? Unë thash pak që parë, por I marr si argument shkurt, edhe pastaj duke u munduar që të ruaj fokusin edhe në rastin konkret që ju po sjellni. Thash që ka një lloj asimetrie mes ligjërimit, narrativës pra dominuese edhe praktikës. Në praktikë gjen shpeshherë raste shumë të mira në fakt. Që funksionojnë. Ku njerëzit ja kanë dalë që të funksionojnë si komunitet. Ama për shkak sepse uria jonë është shumë e madhe që të funksionojmë shumë më tepër si komunitet. Edhe duke idealizuar ekzistencën e një komuniteti në kushtet e demokracisë. Sepse kemi një dalë që kanë kokë I madh I vogël të vend pavarësisht formimit.